Ky është një trekëndës që domosdoshmërisht duhet përmbushet. Pra, nuk mund të jesh i durueshëm siç Allahu dëshiron derisa nuk je edhe shpresues në durimin që e manifeston. Sepse durimi pa shpresë çon pasivitet. Durimi pa shpresë çon dëshpërim. Një person që duron vetëm se është i detyruar, dallon prej atij që e bën durimin me shpresë në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Gjatë rrugtimit të atij që është shpresues, ai i sheh çdo herë pozitivitetet në sprovë, i sheh mirësitë dhe jo negativitetet. Për shembull, nëse dy persona kanë marrë përsipër që të arrijnë në majët e një mali, gjatë rrugtimit, ai që është shpresues, ai e sheh majën e arritjes. Ky tjetri i sheh gurzit, i sheh pengesat, shkurret, rreziqet eventuale nga kafshët. Pra çdo herë ka prirje me i pa gjërat negative dhe jo ato pozitive. Dhe ka ai që ka qëllimin e qartë dhe e pret shpërblimin, ai çdo herë e synon majën. Thotë gjitha këtu janë të lehta derisa ne e arrijmë majën. Kështu është edhe me besimtarin i cili duron por dhe shpreson. Ai nuk ka mundësi të bijë në dëshpërim. Ai nuk e sheh durimin thjesht si dorëzim, thjesht si pasivitet apo si një aftësi për të vuajtur. Ai e sheh si një mekanizëm të fuqishëm për të ngritur përmes saj. Ai e sheh si një prej shkaqeve kryesore të arritjes së devotshmërisë dhe një prej faktorëve kryesor që garanton edhe përfundimin e mirë. Pastaj durim pa mbështetje në Allah nuk mund të jetë fryte. Durimi pa mbështetje në Allah i bie që ti je mbështetur forcave tua. Dhe derisa forcat tona janë relative, janë përkohshme dhe e kanë fundin e tyre, si ka mundësi që ju të mbështetet në to. Ne nuk kemi mundësi të mbështetemi as në gjërat që i kemi të përhershme në trupin ton. A mund të mbështetet njeriu në aftësinë për të qenë zgjuar? Nuk mundet, sepse në lodhin më të vogël ai dremitet. A mund të mbështetet njeriu në forcën e tij fizike? Nuk mundet, sepse një grip i vogël menjëherë tregon për dobësinë e tij fizike. Por kur ti çështën i adorëzon Allahut, pra durimin e bën çdo herë të ndërtuar mbi madhështinë e mbështetjes në Zotin fuqiplot, atë shiko se çfarë përjetimi do të kesh në sprovë. Shiko se sa shumë mësime nxjerr nga sprovat që ti i përjeton, ndonse janë dhimbje, janë humbje në shikimin e parë, por janë përfitim shpirtëror e besa dhe material në një të ardhme shumë të afërt. Pra, ndikon durimi në mënyrën se si sheh pastaj besimtari sprovat, vështirësitë, humbjet, fatkeqësitë në jetë. Pa asnjë me dyshje. Durimi me shpresë, durimi me mbështetje tek Allahu. Ndërka është një durim i detyrueshëm, një durim pasiv, është thjesht një aftësi për të vuajtur, asgjë tjetër, pra nuk sjell fryte. Ti dorëzohesh sepse je para aktit kryer. Ta ka marrë Zoti evladin, për shembull. Çfarë më bëu tash unë po duroj? Mos duro thjesht durim, dorëzimi, por duro me shpresë që Allahu ka më të shpërblyer. Pra ke këtë mundësi të durimit. Pikërisht ti mund të shpërblesh shumë fish përmes asaj që Zoti të ka marrë. Qoftë në vlat, qoftë në pasuri, qoftë në shëndet, ka se Allah është bujari absolut. Ai që të ka begatu, kur ta ka dhënë vladin pa të pyet, kur ta ka dhënë pasurinë pa ja kërku, kur ta ka dhënë shëndetin pa e paramendu, a mendon ti që nuk ta kompenzon ato që ta merr? Edhe atë përkohësisht është e pamundur, sepse është bujari absolut. Allahu dëshiron me shpërfaq bujarinë e tij absolute ndenesh. Prandaj merr diçka, por jep shumë diçka tjetër. Sa herë neve na ka ndodhur në jetë, na është mbyll një derë, por na e hapur dy apo më shumë dyrë tjera. Kjo është për mirësisë e Allahut, sepse kemi duruar me shpresë në shpërblim dhe kemi treguar mbështetje të plotë në Zotin e gjithësisë.